Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall për nimetet, begatitë e tij të panumërta. Nimeti më i madh është udhëzimi në fen ton, në fen e Allahut Azza wa Jall dhe të kapërit pas kësaj feje në shtrimin ndaj Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamet të dërgoj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tyre dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Me lejen Allahut Azza wa Jall do t'ja fillojmë një seri ligjëratash rreth dispozitave të fikut, rreth normave të fikut, që do të vjen pastaj se çka është për qëllim me fjalën fik. Dhe shkenca e fikut është një shkencë shumë e rëndësishme dhe të cilën e do Allahu Azza wa Jall, sepse njeriu nëpërmjet shkencës së fikut, nëpërmjet mësimit të dispozitave të fikut, është ai i cili adhuron Allahun Azza wa Jall. E din çish me adhuru Allahun Azza wa Jall. E din se çka është halal dhe e praktikon ato, e din e mëson ato çka është haram dhe i shmonget e largohet prej saj. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka përmend një vlerë posaçme për ata të cilët e mësojnë fen përgjithësi, e këtu pastaj mund me përmend që hyn edhe fikhu në veçanti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur thotë: "Men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din." Kujt Allahu Azza wa Jall ja don të mirën, ja mundson me kuptu fen. Këtu është përmendur fjala fik. Mirë po të dietarët e mëhershëm, të dietarët e selefit, fjala fik ka qenë, domethënë kuptimi i saj më i gjerë. Nuk ka qenë fjala fik një kuptimit më të ngushtë që ka ardhur kjo tek dietarët e fikut, tek fuqahat. Mirë po e ka pasur kuptimin e mësimit të fesë në përgjithësi, e në rand të parë mësimit të akides. Për këtë arsye gjejmë se disa prej dietarëve të mëhershëm kanë titulluar librat e tyre të akides me fjalën El Fiqhul Akbar. Domethënë sikur Imam Abu Hanifa rahimahullah, ku thotë, domethënë përmendet se ai ka shkruar këtë libër dhe e ka titulluar me fjalën Fikhu i Madh, që është për qëllim fikhu i çështjeve të besimit, për dallim prej fikut i cili ka të bëjë me çështjet veprore, me çështjet jo të zemrës së besimit, mirë po me çështjet veprore, me namazin, me agjerimin, me haxhin, me nikahun, transaksionet e kështu me radhë. Pra, kur na don Allahu Azza wa Jall ja mëson fen. Dhe vetë fakti që njeriu është interesuar për me kuptu fen dhe ja mundson Allahu Azza wa Jall atij që shumë prej gjërave, e sidomos edhe prej fikut me të cilët lidhen shumë prej ibadeteve, kjo dëshmon se Allahu Azza wa Jall atij në njeriu i ka dashur të mirën. Prandaj le të falenderojmë Allahun Azza wa Jall për këtë. Dhe njeriu para se me kry një vepër, për me qenë ajo vepër e ligjësuar, vepër e saktë, duhet me plotësu disa kushte, duhet me qenë vepër që ka ardhur në përputhje me sunetin e pejgamberit alayhis salam, dhe e dyta, domethënë që njeriu kur ta bën atë vepër ta ketë për qëllim Allahun Azza wa Jall, kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. E njeriu nuk mundet me vepru ndonjë vepër pa pas dije për të. Në këtë rast nuk mundet me e praktiku namazin, nuk mundet me fal namazin, agjerimin edhe mi praktiku ato që na ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall, pa pas dije para prake. Për këtë arsye edhe kjo dëshmon për atë vlerën e fikut, se njeriu nuk guxon me bën ndonjë vepër pa pasur dije para prake për atë vepër. Për këtë arsye duhet që njeriu me mësu fen e tij edhe dispozitat, sidomos që jemi duke folur për fikun, dispozitat veprore që kanë të bëjnë me adhurime të ndryshme dhe me gjërat e tjera që lidhet në to shkenca e fikut. Edhe mësimi i fikut është një prej aty në mirësive të mëdha që Allahu Azza wa Jall jep disa prej njerëzve. E në rand të parë ju ka japur dietarët mëdhej të cilët ju ka mësuar njerëzve fen. E këtyre dietarëve ka pasur dieton nga radhët e sahabëve, për arsye se vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë nxit sahabët që me mësu fen, me mësu dispozitat e ndryshme. Kur ka ardhur Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu, i cili ka qenë me një grup, ka ardhur për një shkëtirës, për një vendi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë ndajt për afërsisht një 20 ditë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe aty kanë kuptuar fen, e kanë mësu fen, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka treguar se çysh me veprum me namazin, e çysh kur me thirr ezanin, kush me thirr ezanin, kështu me radhë, dhe i ka
kur kanë dashur ata më kthy, pastaj që ishin përmalluar për familjet e tyre, kanë thënë ktheuni te familjet e juve dhe mësoni ata dhe sallu kama ra'aytumuni usalli. Faluni ashtu siç më keni pa mu duke fal. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith tjetër ka thënë ka porositë sahabët kur ka qenë në haxhin lam të mirë, se duke thënë aty se khudhu anni manasikikum. Merrni nga on ritualet e haxhit. Dhe sahabët e kanë përcjell fenë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sidomos fikhun e kanë përcjell duke përmendur hadithe të ndryshme nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duke parë pejgamberin alayhis salam dhe duke përcjellur atë falje ose rituale të ndryshme gjeneratave të tjera. Prandaj është detyrë për muslimanin që më mësu fenë përgjithësi e sidomos në fikhun. Fikhun do të thonë dispozitat veprore dhe sa i përket fikut për me ardh fillimisht do ta bëjmë një hyrje ku do t'i përmendim këtë hyrje disa çështje që kanë të bëjnë me fjalën fik në aspektin gjuhësor dhe terminologjik, pastaj do t'i përmendim disa çështje të rëndësishme, domethënë ato për disa prej burimeve të fikut, kjo në mënyrë të përmbledhur, për arsye se dietar kanë shkruar libra të caktuar, disa për këtyre librave për shembull kanë të bëjnë me historinë e fikut, që është zhvilluar fikun në periudha të ndryshme, pastaj disa lidhen edhe me çështjet e tjera të usul fikut. Ne do të përmendim ato në mënyrë të përmbledhur, në mënyrë që muslimani gjatë rrugtimit të tij në këtë seri dersësh, domethënë të ketë parasysh këto terminologji. Dhe pra çështja e parë që do ta trajtojmë është fjala fik. Fjala fik në aspektin gjuhësor është marrë prej folës arabe faqiha yafqahu fiqhan. Dhe ka kuptimin të kuptuar ose e ka kuptuar, e kupton të kuptuarit. Kjo është kuptimi i përgjithshëm. Megjithëse disa prej dietarëve kanë thënë se është kuptimi i çështjeve më të ndërlikuara. Mirëpo shumica e dietarëve thonë se me fjalën fiqh në aspektin gjuhësor është për qëllim të kuptuarit në përgjithësi. Të kuptuar në përgjithësi. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall disa ajete kuranore ka përmend këtë fjalë ose disa prej derivateve të kësaj fjale ose kësaj foljes. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Thotë çdo gjë e bën tasbih Allahun Azza wa Jall, e madhëron, e lartëson Allahun Azza wa Jall bashkë me falëndrim ndaj tij, mirë po ju nuk e kuptoni tasbihun e tyre. Domethënë të gjitha gjallësat, edhe të ngurta, edhe të tjerat e bojnë tasbih Allahun Azza wa Jall, edhe e madhërojnë Allahun Azza wa Jall dhe e falënderojnë Allahun Azza wa Jall, mirë po në formën e tyre, edhe Allahu Azza wa Jall ka treguar neve se lakin la tafqahuna tasbihahum, ju nuk e kuptoni, mirë po ju nuk e kuptoni tasbihun e tyre. Ktu ka ardhur kuptimi i fjalës fiqh në aspektin gjuhësor, domethënë kuptim. Ndërsa në aspektin terminologjik, sikurse çdo shkencë e cila është zhvilluar me kalimin e kohës, e përmendëm në fillim që fjala fiqh ka pasur një kuptim më të gjon, që ka pasur kuptimin e të kuptuarit e fesë në përgjithësi, ka hyrë aty dhe akidia. Mirë, po me kalimin e kohës, kur janë formuar mëdhëbet edhe shkollat e ndryshme fetare, dietarët sikurse për çdo shkencë kanë dhënë edhe terminologji për shkencën e fikut. Dhe kanë thënë një definicion të fikhut është el-ilmu bil ahkam shar'iyya al-amaliyya al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyya. Ose el-muktasab min al-adilla. Çka është fikhu? Fikhu sipas këtij përkufizimi që kanë dhënë dietarët është se një shkencë ose njohuria, dija rreth hukmit ose hukmeve që ka për nëse mundem të përkthej në shqip, dispozita, gjykime, norma, të trijat, për arsye se fjala hukm në aspektin gjuhësor ka ithbatu amrin li akhar au nafihi anhu. Kur thu për shembull thu për filani ka shkuar në shkollë, ti e ke dhënë një gjykim se ai ka shkuar ose filani nuk e ka bërë këtë gjë. Për shembull, ke dhënë një farë gjykimi për atë person, se ka bë ose nuk e ka bë. Kjo është në aspektin e përgjithshëm. Kjo quhet hukm në aspektin e përgjithshëm. Ndërsa këto është për qëllim ai hukmi, dispozita, gjykimi që feja e ka dhënë çështjeve të fikut për shembull.
Domethënë për këtë arsye edhe këtu ka ardhur dia rreth dispozitave, gjykimeve, kur thu për shembull namazi është vajib ose farz, ose kur thu për shembull se agjerimi është farz. Te ke dhënë një gjykim se Allah Azza wa Jall ka urdhëruar me për kryen e namazit edhe për kryen e agjerimit. Domethënë ke dhënë një fal gjykimi, ka dhënë një fal dispozite. Çka thirret hukum në atë aspektin, domethënë terminologjik sa i përket të shkencës së fikut, për arsye se shkenca e fikut këtu në këtë përkufizim është përmendur si dije rreth hukmit, apo hukmeve, dispozitave sheriatike, fetare, për dallim prej dispozitave të tjera që njerëzit mundën me dhon, gjykimi tjetër që mundën me dhon çështjeve të ndryshme. Për shembull, ka dikush, domethënë në shkencën e matematikës, flet për diçka, për shembull për shumëzimin, për pjestimin, edhe duke u bazuar në rregullat e matematikës, ose dikush tjetër në shkencën e mjekësisë, ose dikush tjetër në mënyrë logjike. Këto janë hukme, në një lloj gjykimi janë, mirë po nuk thirren fik, për arsye se nuk lidhen me dispozita fetare. Këto janë pra për qëllim dispozitat fetare, për dallim për dispozitat që kanë të bëjnë me mendje ose dispozitat që kanë të bëjnë me gjuhë, me sintaks, me morfologji e kështu me radhë. Pra ato dispozita, kur thotë domethënë kallëzuesi, kryefjalë, kallëzuesi, kondrinori, edhe në arabishte për shembull që kanë ato shprehjet e tyre, këto janë një fallë gjykimi. A do të marrë më parë kryefjala, pastaj kallëzuesi, kur do të më ardh kur vjen kondrinori, çka konsiderohet kondrinor, është një fallë gjykimi. Mirë po, është gjykim për çështën e gjuhës. Derisa këtu kemi gjykim ose dispozit, mirë po që ka të bëjë me çështje të fesë, edhe këtu është përshkruar në këtë përkufizim veprore, për dallim prej dispozitat e fesë, të cilat kanë të bëjnë me besimin. Ato quhen akide, ato quhen besim, quhen tauhid, e kështu me radhë prej emrave të ndryshme të akides. Mirë po këto dispozita, që ka ardhur në këtë përkufizim, janë të nxjerrura, janë të përfituara, el-muktasab, nga argumentet. E këto argumente, shumica këtyre argumenteve që mbështetet fiku në to, kanë të bëjnë me argumente të detajume. Për shembull, për namazin e duhas. Kemi hadithe caktume. Namazi i duhas është një detaj. Ka argumente caktume të detajume. Nuk është argument i përgjithshëm, që i përfshin këtë fikun. Mirë po është argument i detajum. Pra fikhu nxirret, ka të bëjë me dispozita, ka të bëjë me gjykime, me norma sheriatike, fetare, veprore, përmendëm, veprore, të cilat kanë bazë edhe argument ose janë të nxjerrura nga argumentet fetare. Cilat janë argumentet fetare? Kryesoret për këtyre argumenteve janë 4, pastaj edhe ka argumentet e tjera. Mirë po do të përmendem na shkurtimisht këto argumente, të cilat janë njëkohësisht edhe burimet e fikut. Është Kur'ani, është Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ijma'i, konsenzusi dhe qiyasi, analogjia. Pra edhe një herë të bëj një farë përmbledhje se çka është fikhu në aspektin terminologjik, është dije e cila ka të bëj me dispozita, gjykimet fetare veprore, për dallim prej besimit, pra merret vetëm me veprore, dhe e cila është e nxjerrë, përfituar nga argumentet, e që zakonisht janë argumentet e detajume për çështje të caktuara. E marrim për shembull namazin e duhas, namazin e natës, a është rukuja vajib, a është rukn, kur do të më bëjë rukuja, janë çështje të detajume, nuk janë çështje të përgjithshme që hinë në të gjitha kapitujt e fesë. Mirë po mundet fikhu më përfitu edhe prej aty në argumenteve të përgjithshme. Mirë po shumica e argumenteve të fikut janë, ose ato cilat përfitohet fiku drejt për drejt, janë argumentet e detajume. Mirë, këtu burimet e fikut, për arsye se tash po ndërlidhëm këtë çështje me burimet e fikut, dhe pasi që përmend këtu në këtë përkufizim, dietarët kanë përmend 4 burime kryesore, për mos më zgjeru në mënyrë të mbledhur që muslimani mi pas parasysh disa çështje. Burimi i parë është Kur'ani. Është fjala e Allahut azza wa jall që ka zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mi nxjerr njerëzit prej errësirës në drejtë. Prandaj faqihu, ai i cili merret me fiqh, ai i cili është dietar i fiqhut. Çështjen e parë që e vështron për me nxjerr ndonjë dispozit fikut, me kallëzu për shembull se është
namazi farz apo nuk është farz. Kthehet në Kur'an. Dhe aty e gjen për shembull wa aqimus salata wa atuz zakah. Ka ardhur në formë të prerë, në formë urdhërore, faleni namazin dhe jepni zakatin. Ose ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. O ju të cilët keni besuar, ju është bërë obligim juve agjërimi, sikurse atyre më herët, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Çfarë do të thotë këtu është përmend në këtë ajet kuranor se agjërimi është i obligueshëm. Pra, gjëja e parë që kthehet fakihu tek burimi është Kurani. Dhe shikon a ka ndonjë argument për një çështje të caktuar se çfarë ka mundë me nxjerr për atin argumente, çfarë gjykimi mundë me dhon rreth asaj dispozite të caktuar. Pra kthehet te Kurani. Mirë po në Kur'an kanë ardhur, është e saktë që kanë ardhur një pjesë e dispozitave. Sidomos dispozitat e fikut që kanë të bëjnë me shkurozimin e me për shembull me trashëgimin, e me disa çështje të nikahut, edhe me çështje të ndryshme edhe të namazit. Mirë po Kurani nuk i ka përmend dispozitat fikhore në mënyrë të detajuar. Në shumë çështje i ka përmend në mënyrë të përgjithshme. Është koncentrimi është në sharimin e besimit, në rregullat e përgjithshme të fesë, aty këtu ndonjë detajizim. Mirë po këto çështje kanë ardhur detajizimi tyne në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, kur kthehemi në Kur'an për shembull, edhe lypim na kuptojm për shembull që namazi është farz. Mirë po, çish duhet më fal? Sa rakate, në cilat kohë, në shumicën e ajeteve nuk gjen një gjë të tillë. Për këtë arsye, do të thonë njeriu fakihu pastaj drejtohet sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, burimi i parë i fikut është Kurani. Mirë po, përmendëm se në Kur'an shumë prej gjështjeve kanë ardhur në mënyrë të përgjithshme, në mënyrë të përmbledhura, në mënyrë shkurtazi, dhe për këtë arsye shumë prej dispozitave përfitojnë prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është vërtetuesi i Kur'anit, është sqarues i Kur'anit, bile në sunet mund të marrë edhe dispozita të reja që nuk gjenden në Kur'an. Në shumë ajete kuranore kanë ardhur ajo mënyra e përgjithshme se me fal namazin duhet, është obligim, edhe agjerimi është obligim, mirë po mënyra e sqarimit nuk ka ardhur sqarimi në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po në sunet pejgamberit alaihi salam, i cili është burimi i dytë, e që nuk kupton çdo gjë që kanë na u transmetuar neve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qoftë fjalë apo vepër apo miratim në shkencën e fikut, këtu të trija janë kryesore që dietarët mbështeten. Tek dietarët e hadithit, për shembull, gjejmë se kur kanë dhënë atë definicionin për sunetin, kanë thënë se këtu hyn edhe përshkrimi fizik i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe sjelljet e pejgamberit alaihi salam. Mirë po në fik, përshkrimi fizik është në rëndësi, po nuk hyn drejt për drejt në çështjet e fikut. Hyn këtu të trija, e të cilat që kanë të bëjnë me fjalët e pejgamberit alayhis salam, me veprat e pejgamberit alayhis salam, me miratimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është, domethënë, çka është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili sunet është ose përforcues, vërtetues, ose është sqarues, ose është që në të kanë ardhur disa dispozita të reja. Për shembull, në Kur'an, nëse lyp njeriu edhe me gjet, a ka ndonjë dispozit për arin, vendosjen e unazave të arit ose diçka të arit për burra, nuk gjen në Kur'an. Kjo ka në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mëndafshi veshja e teshave të cilat janë mëndafshit, nuk gjenden në Kur'an. Kanë në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, në sunet pejgamberit alaihi salam gjenden shumë prej detajizimeve, bile gjenden edhe shumë prej gjërave të cilat nuk gjenden në Kur'an, e që Allahu azza wa jalla na ka urdhëruar që më nështru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duhet të pranojmë ato hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Burimi i tretë i fikut është ijma'i. Çka ka kuptimin e ijma'i? Konsenzusi, pajtimi i njerëzve të gjithë dietarëve. E ka kuptimin që në një periudhë të caktuar, qoftë në kohën e sahabëve, qoftë në kohën e tabeinëve, qoftë edhe në kohën e Tesudit, kur ka dispozita të reja, njerëzit kanë nevojë me njoft për shembull hukmin
dispozitën, gjykimin ndaj diçkaje që nuk ka qenë më herët, kur dietarët e një kohe, e një epoke, domethënë një kohë të caktuar, kur pajtohen njerëzëri për një çështje të caktuar fetare, që kjo konsiderohet ixhma. Kjo konsiderohet ixhma shkurtimisht. Dhe gjatë periudhave të ndryshme, domethënë ka pas ixhmae të ndryshme, domethënë varësisht për periudhës. Mirë po, ixhmai më i fortë është ixhmai sahabëve, tabiinëve, aty në gjeneratëve të mëhershme. Mirë po, nuk do të thonë që mos më pas ixhma edhe në kohën e sodit, sepse kemi shumë prej aty në dispozitave të reja që kanë të bëjnë me transaksione ose gjërat e tjera që kanë nevojë me u njoftë. E nëse krejt dietarët, tash nuk është kusht me u taku ata në një simpozion për shembull. Mirë po, me ditë me rëndësi me u njoftë hukmi i tyne ose gjykimi i tyne për atë çështje. Më njoftë nga të gjithë dietarët. Nëse njerëzit janë pajtuar për çështjen se është ndaluar, ose është e lejuar, ose të ngjashme, atë themi se ky është ixhma dhe njeriu duhet gjithsesi me vepru sipas ixhmait, se është një prej argumenteve më të forta. Dhe burimi i katërt është qiyasi, shkurtimisht, se ka rregulla aty detajizime shumë në qiyas, mirë po si në mënyrë të përmbledhur. Qiyas është kur e kemi një dispozit, një rregull e cila ka bazë ose në Kur'an ose në Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe aty ka një gjykim rreth saj. Për shembull, alkooli, a është ndaluar? Po, është ndaluar. Mirë, pse është ndaluar? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamr. Çdo gjë që deh konsiderohet alkool. Mirë, domethënë e kuptuam se arsyeja e ndalimit të alkoolit është se ai e deh mendjen e njeriu. Tash vim në kohrat e sodit ose në një kohë të caktuar, për shembull edhe dëshirojmë me ditë rreth një pije ose rreth diçkaje se a është e ndaluar apo e lejuar. Edhe vrejmë se ajo po e deh ka mendjen e njeriu. Për shembull sikurse drogat ose sikurse pijet e ndryshme, të cilat nështë mund me thonë që bëjnë pjesë në droga, atëherë themi droga a ka ardhur për të ndonjë argument i caktuar në Kur'an dhe Sunet? S'ka ardhur. Si adim për me qartësu, se mund me thonë ka ardhur në mënyrë të përgjithshme, mirë po e marrim këta vetëm si shembull për me qartësu që çka është qiyasi. Do të thonë s'ka ardhur për shembull dhe pastaj e shikojmë a ka diçka të ngjashëm. A është alkooli? Pse është ndaluar alkooli? Arsyeja e leja, shkaku. Pse është ndaluar alkooli? Është për arsye se e deh mendjen e njeriu. Atëherë themi se edhe droga hin në këtë lloj të ndalesës është ndaluar për arsye se edhe ajo e deh mendjen e njeriu. Pra, kur krahasohet një çështje fetare për të cilën nuk ka argument ose nuk ka ardhur ndonjë argument Kur'an dhe Sunet, me një çështje fetare për të cilën ka argument dhe për të cilën ka gjykim për të në fe, kur krahasohet njëra me tjetrën, duke u bashkuar ato në të njëjtën arsye, në të njëjtin shkak pse është lejuar ose është ndaluar, në këtë rast pse është ndaluar, atëherë themi që kjo është qiyasi. Do të thonë që kjo është qiyasi, që kjo është analogjia. Këto janë katër burimet e njohura të fesë tonë edhe njëkohësisht konsiderohen burime të fikhut. E që njeriu, do të thonë, duhet me i kuptu mirë. Një çështje tjetër që është më rëndësishme për këtë fikhut. Fikhu që ndoshta një pjesë e njerëzve nuk e kanë parasysh, është ngushtë i lidhur me akide. Qysh mund të thonë fikhu është me kanë ngushtë lidhur me akide? Po. Për arsye se Allahu Azza wa Jall, domethënë kur i ka ligjësu shumë prej gjërave, ose ka urdhëruar për to, ose ka urdhëruar nga disa më ndalu, që bën pjesë to në dispozitat fikhut, në çështje veprore. Kush mundet të më vepru këto? Kush i vepron? Vetëm ai i cili e beson Allahun Azza wa Jall dhe ditën e gjykimit. Ai i cili nuk e beson Allahun Azza wa Jall, e as ditën e gjykimit, ai s'ka më ushtruar këtyre dispozitave. Ai atij nuk e intereson se çka është halal dhe çka është haram. Nuk e intereson me u fal apo me agjeru, çysh do të me agjeru, sipas mendjes tina. Nuk e intereson atina se çysh ka ardhur në fe kjo çështje. Për këtë arsye, besimtari është ai i cili i nështrohet Allahut Azza wa Jall, i nështrohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai i cili i praktikon këto dispozitat fikhut. Për këtë arsye, në shumë ajete kuranore ka ardhur shpreha ya ayyuhalladhina amanu, jo të cilët keni besu. E në një pjesë të madhe këtyre ajeteve ya ayyuhalladhina amanu ka ardhur aty ndonjë dispozit.
Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ajeti Kur'anore e njoftën. O ju të cilët keni besu, ju është bërë obligim juve agjerimi. Pra, kush është ai i cili agjeron për hir të Allahut azza wa jall, jo për shkak të dietës, mirë po për hir të Allahut azza wa jall, është ai i cili e beson Allahun azza wa jall. Domethënë është ndërlidhur ngushtë me akide. Po ashtu ja ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ajeti i abdesit. Po fillon me ja ayyuhalladhina amanu. O ju të cilët keni besuar, kur të ngriteni me fal namazin, atëherë lani fytyrat, lani duart deri në bryla, jepni mes kokës, edhe lani këmbët deri përmi zogën e këmbës. Do thonë ajeti i abdesit. Ka filluar me fjalën ja ayyuhalladhina amanu. Edhe ajetet e tjera që flasin në këtë kontekst, e cilët për shembull alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Në surën Naml, tat Allahu azza wa jall. Besimtarët janë ata të cilët, do thonë, e falin namazin, e japin zakatën dhe janë të bindur në ahiret. Shpeshherë, do thonë, Allahu azza wa jall e lidh dispozitat veprore me besimin në botën e përtejme. Në këtë rast me bindjen në ahiret. Që ata janë besimtarët që të cilët janë të bindur se kam unë ngjall dhe kam dalë për Allahut azza wa jall, janë ata të cilët ju nështrohen Allahut azza wa jall dhe i praktikojnë këto dispozita. Për këtë arsye, pra, rol gjejnë ndonjë dispozitë, sidomos në Kur'an që është përmend, e që nuk është përmendur me ta edhe besimi ose lidhja e saj me besimin. Për shembull në kamat. Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Thot Allahu azza wa jall. O të cilët keni besuar, thot keni frikë Allahun dhe lëni ato çka, domethënë, çka ka mbetur pe kamatës, nëse jeni besimtar. Domethënë, ai i cili largohet pe kamatës tregon se ka besim ta. Ai i cili nuk largohet pe kamatës ose nuk e beson që është e ndaluar, domethënë nuk ka besimtar hiç, ose e ka besimin e dobët, se e mund epshi, edhe hin kamat. Për këtë arsye, domethënë ai i cili e lën kamatën, e ka mundësi edhe i ka dhënë mundësia për me hin kamatë edhe e lën për hir të Allahut azza wa jall, ky njeri tregon se domethënë Allahu azza wa jall ka iman pra në vetveten e tij dhe kjo që e përmenda ka të bëjë me ato se fikhu nuk është vetëm nuk janë ato vetëm dispozita veprore, po janë të ngushta lidhur edhe me besimin. Janë të lidhura ngushtë edhe me besimin. Çështja tjetër që ka të bëjë me fikun është se fikhu, sikurse që jeta e njeriu është shumë anshme, është lloj-llojshme, ka të bëjë me aspekte të ndryshme të jetës. Ka jetë individuale, ka jetë, domethënë, që ka të bëjë me adhurimin, ka me raportet me njerëzit e tjerë, me martesë, me transaksione, me shitblerje, me vepra penale. Domethënë, dhe njeriu për me jetu i lumtur në këtë botë ka nevojë me pas një farë rregulla rreth këtyre çështjeve. Atëherë feja është ajo e cila ka rregulluar këto çështje dhe për këtë arsye fikhu është gjithëpërfshirës dhe përfshin të gjitha aspektet e jetës. Për këtë arsye, nëse e gjejmë ose nëse vërejmë ato librat e dietarëve që kanë folur të fikut, domethënë dietarët e fuqahat, me dhëbe të ndryshme, me dhëbit Hanefia, Maliki, Shafi, Hanbali, qoftë edhe Dhahirit Ibn Hazmi, domethënë gjejmë se renditja e tyre e dispozitave dhe kapitujve nuk e kanë përfshirë vetëm një aspekt caktuar. Për shembull, vetëm aspektin e adhurimit. Mirë po, e kanë përmend në to, domethënë në ato libra dispozita që kanë të bëjnë me adhurimet. Për shembull me namazin, me agjerimin, me zakatin, me haxhin. Mirë po, pastaj kanë vazhduar me dispozita që kanë të bëjnë me shitblerjen, me transaksionet e ndryshme, me kamatën, me pengun, me hipotekën, me çështje të ndryshme të shitblerjes. Pastaj çështjet familjare, domethënë divorcin, martesën, trashëgimin e kështu me radhë, domethënë që lidhet me këtë aspektin familjar. Pastaj edhe në fund kanë përmendur ato, domethënë dispozitat që kanë të bëjnë me veprat penale, kush e vret dikon, kush vjedh, kush pin alkool, çfarë vepra penale. Këto i kanë përmendur dietarët pa përjashtim. Të gjitha mëdhëbet i kanë përmendur që tregon se fikhu është gjithëpërfshirës. Nuk ka vetëm një aspekt caktuar, nuk ka të bëjë vetëm me shpirtin, por ka të bëjë me çështjen veprore dhe me të gjitha aspektet e porave ose aspektet e jetës. Çështja tjetër që po duam të përmbyll këtë ders është se
fikhu islam, fikhu, domethënë të dispozitat veprore, Allahu Azza wa Jall është kujdesur që njerëzve më lehtësu. Për këtë arsye pe objektivave ose një prej këtyre objektivave pak më të mesme, domethënë është ose pe atyre rregullave të fikut është el mashaqqatu tajlibu at-taysir. Domethënë vështirësia e detyron ose e sjell lehtësimin. Në përgjithësi feja është e lehtë. Allahu Azza wa Jalla ka cilësuar, e ka përshkruar fen që është e lehtë dhe nuk ka vështirësi në ta. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allahu nuk ka bërë të vështirë, nuk e ka bërë asnjë vështirësi në fe. Po ashtu edhe Allahu Azza wa Jall në ajetet që flet për agjërimin thotë yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allahu dëshiron për juve lehtësim, nuk dëshiron për juve vështirësim. Pra të gjitha dispozitat, çfarë që njerëzit mundon mi përshkruaj që dispozitat e fesë janë të vështira, ato janë të përballueshme. Edhe brenda kapaciteteve të njeriu, domethënë ka mundsi njerëzit me përballu, janë të përballueshme dhe janë të lehta. Mirë po, ajo që e bën të vështirë praktikimin e disave, domethënë kur njeriu nuk është edhe i bindur në Allahun Azza wa Jalla, edhe për këtë arsye edhe nuk i vjen vështirë shumë çështja. A nëse është i bindur në Allahun Azza wa Jalla, edhe i nështruat Allahut Azza wa Jalla, ai me lehtësim edhe me zemër me gjoks të zgjerum, kam i pranu ato edhe kam i praktiku ato. Dhe vështirësia, pra nuk është që gjendet në fe, feja në përgjithësi është e lehtë, me po edhe këto të cilat janë dispozitat përballueshme, sepse edhe në tregti nuk mundet njeriu me kontraktar ose biznesmen i madh pa u lodh ose në një punë caktuar. Këtë njerëzit dëshirojnë me arrit ndoshta tek pasonia, mirë po ai e sakrifikon diçka, e ballaki edhe gjumin edhe dikush për shembull që punon si punëtor krahu ose ndërtimtari, ai lodhet. Mirë po kalitet me kalimin e kohës, mirë po synon pesana, domethënë përfitim diçka. Domethënë ka një farë dobie. Edhe këto në fe, domethënë janë dispozitat janë të përballueshme brenda atyne kufive që njeriu mundet, mirë po nga njëherë mundet me ndodhë në raste caktuara që me ardhur disa momente, situata që njeriu domethënë me pas vështirësi me i praktiku disa prej riteve fetare, për shembull, dhe në këtë rast feja e ka lehtësuar shumë çështje. Për shembull, nëse njeriu nuk ka mundësi me fal namazin duke qenë në këmbë, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Amar ibn Yasirit, i cili ka qenë i smun nga hemoroidet, i ka thënë salli qaimen fa la tastati' fa qa'idan. Falo në këmbë, nëse s'ki mundësi atëherë ulur, nëse jo atëherë në krah. Domethënë kjo është një prej lehtësimeve të fesë. Po ashtu edhe prej lehtësimeve të fesë është kur njeriu gjendet në them që ka të lejuar me prish agjërimin, kur është i smunët, atëherë i ka shumë prej lehtësimeve e kështu me radhë. Domethënë janë disa momente, disa gjendje që njeriu nuk mundet dashta ose i vjen vështirë me i praktiku, atëherë ka lehtësi në fe. E tham fillimisht që feja në përgjithësi, feja islame nuk ka vështirësi në ta, mirë po edhe në qovë se përballet njëri me ndonjë prej vështirësive, atëherë ka lehtësi të ndryshme, e këto për këtë arsye, domethënë edhe sqarohen në shkencën e fikut ose edhe në disa shkenca të tjera që kanë të bëjnë me fikun. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.